do flasim për një temë shumë interesante, Merita, sidomos nuk e di pse unë i friksohem shumë diellit, rrezave të majit, Ti mirë nuk mbrohesh. Ti mirë që i friksohesh. Unë më keq si ti, se nuk i friksohem, e du diellin shumë. Do nëse e mbroj lëkurën, por ndonjëherë nuk është e mjaftueshme ndoshta edhe të mbrohet, është mirë të mbrohesh edhe ti vetë, edhe pse nuk ekspozohem në rrezet e forta të diellit. Mësova edhe këtu brenda hyn në rrezet e diellit dhe kemi diell nga ky ndriçim këtu. Më tha e ftuar çdo prezantor. Nga ndryshimi tash e ke fjalën apo nga dielli? Po edhe këtu ka rrezet dielli. Mirë, do ta deri këtu me këmish në mëngj të gjata. Do ta diskutojmë këtë me doktoreshën që i kemi të ftuar, doktoreshën Brunilda Provka. Haxhiu, mos t'i harrojmë mbiemrin e dytë patjetër, që është onkologe, ndërsa për melanomën, për njërin prej kancereve më të rrezikshme të lëkurës, do të flasim, duke ditë që ka filluar edhe fushata vjedisuese gjatë 3 muajit maj, por 4 maj normal është dita ndërkombëtare. S'është shumë e rëndësishme kur është dita, por është e rëndësishme që të vjedisojmë dhe të punojmë në këtë drejtim për të mbrojtur organizmin tonë. Doktoresh, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. E fillojmë me këtë që Maksi nuk e di nëse na e shpjegoj mirë. Ndriçimi është rrezikshëm apo dielli? Ti gjuve bombën. Sot mendohet që çfarë do lloj rrezatimi dhe nga ekranet, Rrezatimi, është një lloj rrezatim që është i dëmshëm për lëkurën në përgjithësi. Jo si shkaktar i melanomës, por shkakton dëme sidomos kur qëndrohet gjatë për një kohë të gjatë pranë ekraneve. Prandaj dhe ky është një apel tjetër përveç rrezatimit ultraviolet, dhe rrezatimet e brendshme, pra nga teknologjia është i rrezikshëm dhe prandaj shpesh pyesin, po unë punoj gjithë ditën brenda, pse ta vendos kremin me SPF, po duhet kremi edhe kur punojmë brenda, se edhe sado pak që ekspozohemi jashtë është një faktor që neve nuk duhet ta lëmë pa vendosur në lëkurën tonë. Do me thënë pa kremës me qëndru, pa krem mbrojtës, nëse veç je pranë ekspozimit të teknologjisë që i bie se cili pothuaj se jemi. Po fëmijët për shembull që dhe ata janë të ekspozuar dhe nuk është që kujdesemi brenda, jashtë ndoshta po kur janë temperaturat më të larta ti lyje me krem mbrojtës, më tepër në plazh, por jo në përditshmërinë e tyre. Nuk e kemi shumë kulturë ende që të veprojmë. Po, te fëmijët realisht nëse ata janë brenda ne nuk e kemi të obligueshme që ti lyem, sepse sigurisht që ne jemi ata që duhet i kufizojmë nga qëndrimet para ekranit. Por e padiskutueshme nëse do dalin për ecje të gjatë në piknik apo të bëjnë ecje në natyrë përveç ditëve kur shkojnë në plazh dhe sezonit të plazhit që është e domosdoshme për të vendosur pra kremin mbrojtës, patjetër që duhet në zonat e ekspozuara ne t'i lyej me krem, sepse thuhet dhe është fakt tash që djegjet që pësojnë fëmijët që në fëmijëri mund të jenë një prekursor i zhvillimit të një kanceri kur ata rriten, sepse melanoma pikërisht e merr origjinën nga qelizat melanocite të lëkurës, të cilat vetvetiu mund të transformohen dhe të pësojnë mutacione gjenetike varësisht prej këtyre faktorëve të jashtëm, ose që mund të ketë dhe një bazë gjenetike, por që është pak më e rrallë. Dhe për këtë arsye neve duhet të kujdesemi edhe për fëmijët që të lyejmë me krem, në mënyrë që të prevenojmë një kancer të lëkurës, jo vetëm melanomën, por edhe kanceret e tjerë, që është bazoqelizori dhe spinoqelizori. Po, ku jeni përqëndru këtë herë në fushatën vjedisuese, në cilën mbrojtje? Me qenë se kjo që e tham deri më tani mbrojtja me krem është njëra dhe shumë e rëndësishme, por nuk është e vetmja, ka dhe faktorë të tjerë të cilët ndikojnë dhe që duhet jemi të kujdesshëm. Po, faktorë të tjerë është stili jetesës, pra nëse neve nuk mjafton vetëm pikërisht vendosja e aplikimit të kremit, që gjatë verës duhet jetë SPF 50 ose 50+ për fëmijët, dhe gjatë stinës së dimrit mund të jetë 20-30, pra me një faktor pak më të ulët, duhet kemi parasysh që ne duhet evitojmë daljet në diell, ekspozimin në diell, për gjatë fashës së orarit 11:04, kur rrezet e diellit janë më të dëmshme, pra rrezet ultraviolet atakojnë edhe janë direkt me lëkurën tonë. Vendosja e masave kapeleve, pra nëse do të detyrohet njerëzit që punojnë për bujqësi, le të themi, që kanë ekspozime të gjata, duhet përdorin kapele, streha, të evitojnë pikërisht të pikun e orëve në mënyrë që të parandalojnë shfaqjen e kancerit, si do të thash, melanoma është një ndër kanceret që është më vdekjeprurës nëse
nuk kapet shpejt, por dy llojet e tjera të kancerit të lëkurës janë shumë më të shpeshtë. Pra në të gjithë rankimet ata zën numrin 1 për nga incidenca, pasi sidomos në vendet që kanë ekspozim të lartë të diellit. Pra, stili jetesës të ruhemi duke vendosur kapela, duke mbajtur çadra të diellit, kremin SPF, duke mbrojtur lëkurën, pjesën e ekspozuar, krahët, këmbët, fytyrën. Pra, edhe motoja një moto që e lexova nga agencionja i shoqata amerikane e dermatologjisë ishte expose your truth but not your skin. Pse? Sepse kohëve të fundit kanë dalë shumë mite nga tiktokera, nga influencera, të cilët thonë që dielli nuk është i dëmshëm. Do të thonë dhe këto ishin në anketimet e fundit që gjysma e popullatës pothuajse nuk do vendosnin sunscreenin. Dhe kjo ishte një alarm në Amerikë, pasi duke parë vetëm TikTokun disa adoleshentë ose influencer të pa jo profesional filluan që të besonin këto mite. Madje flitet shumë për këtë që përkundrazi, përderisa për një kohë të gjatë janë përdor këto kremnat dhe është apelu, ekziston pjesa tjetër që thotë se vetë ato janë kancerogjene dhe nuk është mirë që të aplikohen. Eksakt, dhe kjo është një mit, pra nuk është e vërtet, është e provuar shkencerisht, të cilë që rrezet ultraviolet, pra qëndrimi në ato është kancerogjen dhe përveç këtyre janë dhe solariumet. Edhe solariumet, tanning, vet tanning, që i thonë vetë nxirjet, ato janë të dëmshme. Pra është futur pothuajse tani në po mendohet të futet në ato protokollet, guideline-et që edhe solariumet të jenë në grupin e kancerogjenëve. Dhe kjo është një apel sepse vajzave të reja, të gjithë na pëlqen që ta kemi një lëkurë më të nxirr, por që duhet ta kemi në mënyrë natyrale. Nëse duam të ekspozohemi dhe të marrim këtë ngjyrë, le të dalim në diell në fashat para orës 11. Dhe atëherë ti mund të marrësh dhe vitaminën D, të bësh edhe nxirjen. Dhe kjo është graduale dhe është më e shëndetshme. Po, dhe ngjyra merret më e mirë kur merret në këtë kohë kur nuk është piku i sepse ajo dhe ta plak, ta than lëkurën, ta dëmton, mos të harrojmë që jo vetëm pjesën malinje, por edhe dëmtimet që djeg njëkohësisht. Djegja, e cila pastaj fillojnë dëmtimet qelizore dhe nuk e rikthen. Duhet bësh shumë intervenime, trajtime dermatologjike për të rikthyer. Po, flasim pak për melanomën konkretisht. Çfarë është dhe si vrehet, a paraqitet më herët? Disa njerëz, për shembull ata që kanë benga më tepër nëpër trup, gjithashtu thuhet se janë më të rrezikuar se sa pjesa tjetër. Personat që janë me lëkurë më të qeltë, gjithashtu kanë rrezik më të madh. Mbetet ende kështu apo ka ndryshim? Është e vërtet që melanoma është një patologji malinje, siç e thash më herët që e merr origjinën nga qelizat melanocite, të cilat prodhojnë këtë pigmentin përgjegjës për ngjyrën tonë të lëkurës. Dhe e vërtet është që njerëzit të cilët kanë lëkurë më të bardhë kanë një predispozit për të zhvilluar një kancer dhe për të djegur nga dielli, për të zhvilluar benga më shumë se sa ata me lëkurë të errët, sepse është raporti i dy pigmenteve që prodhohen. Dhe eumelanina, të cilët e kanë njerëzit me lëkurë më të errët, i mbron nga rrezet e diellit. Kurse është një feromelanin, e cila pigmenti tjetër prodhohet më shumë të lëkurbardhët. Dhe kjo e tërheq rrezet ultraviolet të diellit dhe i bën ata që të zhvillojnë më të predispozuar për të zhvilluar një melanom. Melanoma në 20% të rasteve, 30-20% të rasteve, e merr origjinën nga nevuset që janë në lindje. Por në pjesën më të madhe mund të jenë edhe në origjinë primare, pra një nevus që krijohet de novo. Nuk ka qenë aty, por si shkak i ekspozimit të gjatë diellor, bëhet dhe pastaj transformohet në melanom. Të gjithë njerëzit të cilët kanë mbi 50 nevuse në trup duhet të kenë një vjedisi më të lartë. Dhe prandaj është e rëndësishme që pra lëkurbardhët, ata me ngjyrë, sytë që i kanë me ngjyrë jo kaf, pra të gjelbër, të kaltër, duhet jenë të kujdesshëm, po shoh me Meritën që i ka karakteristikisht më lëkurbar, kam edhe benga më shumë, si që përmendë, do me thonë unë jam më e rrezikume. Edhe duhet të kemë kujdes dhe sipas gjithë protokolleve rekomandohet që secili nga ne, sikur për kancerin e gjirit, që i këshillojmë të shikohen dhe të vetë palpohen çdo muaj,
Njëjtë është edhe për nishanet edhe bengat. Pra para pasqyrës ose edhe dikush në shtëpi duhet të bëjë një skaner me syle, të themi, për të parë nëse kemi ndryshime, sidomos të bengat që janë më të mëdhaja. Dhe një herë në vit, patjetër, këta persona pra që kanë këtë rrezikshmëri ose kanë pasur dhe në familje dikë të sëmur nga kanceri i lëkurës, nga melanoma, duhet të shkojnë së paku një herë në vit te dermatologu. Pasi ai me një pajisje speciale që është dermatoskopi, mund të shohim më në thellësi qelizat dhe të shohim predispozitën nëse kemi të bëjmë me ndryshime. Me sy normal këto nuk vrejnë se cila mund të jetë, domethënë e rrezikshme, e cila jo, por to zhvillon në pjesën e brendshme, lëshojnë rënj, është kështu? Sigurisht, ato rriten edhe në sipërfaqe, por edhe në thellësi. Dhe kemi neve 4 lloje të melanomave që shfaqen. Kemi melanomat të cilat janë sipërfaqësore, pra janë të sheshta dhe duhet kemi parasysh që një nishan apo një nevus, në qoftë se fillon të ndryshoj, janë 5 kritere, A, B, C, D, E. A-ja, asimetrin. Pra, ai nuk është simetrik në të gjitha anët e konturit. Simetria jo vetëm në formën gjeometrike, por edhe në sipërfaqe. Pra, nëse ndryshon dhe sipërfaqe, ngrihet diku është më i shesht, duhet jemi të kujdesshëm. Kufijt, borders, domethënë nëse ai ekspandohet, zgjerohet, është një sinjal tjetër. C-ja është ngjyra, colors. Pra, nëse ai ndryshon ngjyrën, bëhet më i errët, ose mund të ketë disa ngjyra brenda nishanit. Diku mund të jetë i zi, më i errët apo i kuqëremt, duhet jemi të vëmendshëm. Tjetra është D, dimensionet, pra rritja, zgjerimi i përmasave dhe E, evolucioni. Pra një nishan i cili ka qenë aty që në gjenez dhe fillon evolon, pra pëson ndryshime, atëherë patjetër që ne duhet i drejtohemi mjekut specialist dermatolog. Pra kjo është klasifikimi ABCDE. Në 2 nga këto kritere, nëse i vërejmë që ka ndodhur, patjetër ka diçka që duhet hulumtuar. Po, kur e vrejmë, domethënë këtë ndryshim, qoftë në madhësi, në rritje, në formë të shregull, domethënë e vrejmë sepse e kemi përcjell. Duhet të lajmërohet dermatologu. Çka duhet bërë në raste të tilla? Çfarë preferohet, domethënë, shihet në mikroskop? Me dermatoskopin, ajo shihet me sy, pra nuk është invazive, as pak invazive, momenti i diagnostikimit, është shumë i lehtë. Dhe në momentin që dyshohet, dhe sot ka dhe dermatoskop manual, por dhe dermatoskop që është me teknologji më të avancuar, me softuera që është edhe më i saktë, le të themi, rritet saktësia edhe më shumë. Në momentin që dyshon dermatologu për diçka, atëherë preferohet heqja kirurgjikale. Mënyra më e saktë është kirurgjia dhe jo biopsia, sepse te nishanet nuk rekomandohet, sidomos kur dyshohet për melanom, nuk rekomandohet biopsi, por komplet heqja, pastrimi i thellë ekcizional i nevusit. Por këtu më falë ndërhyj, ka ende shumë mite nëse mund ta quaj, që thot momentin që e kam prek për dikë, e ka prek një beng, e ka pas me vitet e tëra, është rrit, momentin që e ka prek, e ka heq, thot më pas u përkecu gjendja. E vërtet, do të thënë këto janë mite që kanë ekzistuar, edhe kjo është ajo që i pengon dhe i frikson shpesh njerëzit që mos ta prek, sepse pastaj bëhet diçka e keqe. Jo, nëse ajo është dhe i ka të gjitha kriteret për që është e keqe, ajo mundet t'i ketë lëshuar, le të themi, kjo është rrezikshmëria e melanomës, sepse përhapet dhe në distancë, në organet e tjera. Dhe ti nuk e vren derisa ajo jep shenjat në organe në distancë, pra nuk ka shenja. Fillimisht i e shef vetëm në lëkurë, por shenjat i jep më vonë. Dhe në momentin që ajo hiqet, apo pra në mënyrë kirurgjikale, metastazat do janë dhënë më herët. Dhe atëherë trupi, do të thënë, reagon. Ai mund t'i japi në kokë, në mushkëri, në mëlçi, në organet vitale. Dhe asnjëherë nuk është më ky mit dhe duhet të hiqet që nëse e prek dhe nëse hiqet në mënyrë radikale, ka një kirurgji speciale për të larguar melanomat, nuk duhet ta kemi këtë frikë që po përhapet. Jo, sepse në 90% të rasteve, nëse kapet në stadiet e hershme, pa u përhapur në distancë, melanoma është e shërueshme. Dhe vetëm me kirurgji mund të trajtohet. Prandaj çfarëdo lloj kanceri, dhe qoftë llojet e tjera. Pra mënyra kirurgjikale, trajtimi lokal është ai që ka avantazhin kryesor dhe nëse kapet
herët, kuptohet. Nëse në mënyrë aksidentale e ka është hequr, kam dëgjuar një rast që duke mbërthyer një fustan, një vajzë në maturë, aksidentalisht. Po. Dhe ka raste të shumta që thotë është vërtet që shkon deri në Po mund të ketë qenë melanom, po mund të ketë qenë realisht melanom. Ndërsa unë dëgjoj melanom dhe e ka neglizhuar. Dhe në atë moment, po, ka qenë e avancuar. Dëgjojmë të raste të shumta kur i kanë këto bengat që janë më të qituna dhe aksidentalisht, domethënë e ka nëpër trup diku, e heq, domethënë pa dashje, e lëndon ose diçka, dhe thotë më është hequr dhe ka përfunduar aty. Kjo i bie që mund të jenë edhe benga të tjerë, jo secila mund të jetë melanom, edhe pse secila mund të jetë melanom, mund të ketë lythat, mos të ngatrojmë do me lytha që dalin si polipet vogla, që të cilat nuk kanë të bëjnë me melanomën, ato kanë një origjinë komplet virale. Melanoma thash edhe më herët që është në mënyrë sipërfaqësore njëra, një formë është melanoma nodulare, e cila është në formën e një nodusi më e ngritur në sipërfaqe dhe ato janë zakonisht më të rrezikshme, zakonisht faqen në 20% të rasteve. Mos të harrojmë duken janë më të rrezikshme apo ato që nuk duken shumë melanoma ka dhe versione që nuk duken fare në mukoza. Po ajo është një përqindje shumë e vogël, që rritet në mukoza mund të jetë edhe okulare. Por dallon domethënë jo bengu dhe lyti nuk kanë të bëjnë me Jo, lythat janë diçka tjetër, ndërsa bengat janë pra nevuset, nishanet janë diçka tjetër. Forma tjetër është edhe nëpër gishtrinë ose nëpër thonjë, nëpër këmbë, pra është një formë tjetër e melanomës, e cila shfaqet është më e rrallë dhe zakonisht është më e shprehur tek personat me ngjyrë të zezë, pra në zonat afrikane, pra kjo lloj melanome. Këto forma, domethënë, të cilat dhe një formë që është akra lentiginoze, kryesisht e të vjetrit, që shfaqet pra me mutacionet ko pas kohe. E kemi një telefonues që na ka dërguar dhe një fotografi. A mundet këtu doktoresha ta shoh apo aty? Mundet, besoj, ja thot për të njollën aty në mundesh aty ta shikosh këtë njollën pyet për të njollën këtu. Po, kjo duket më shumë si një njollë që është nga dielli, një keratinoz. Ndërsa po na telefononi një person besoj. Hajtë ta marrim, me qenë se edhe pse sot nuk e kemi me telefonues ashtu, por t'ja heqim këtë shqetësim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zonjë. Mirë se ju gjë. Ju përshëndes juve, doktoresha. Faleminderit. Çfarë pyetje keni? Ja u çova dhe në foton, e pam foton. Foto. Jam shqetësuar, kam që 5 vite. A ka diçka serioze me pyet doktoresha? Të pyes mosha juaj, zonjë? 53 vjeç. Sa? 53. 53 vjeç. Po, këtë në diell, kur ke dalë në diell, a përdor kremin mbrojtës? Jo. Sepse më duket më shumë si hiperpigmentim që ndodh dhe që sigurisht këto zonat e hiperpigmentimit zgjerohen më shumë me kalimin e moshës. Pra nuk duket si diçka e rrezikshme, por gjithsesi një kontroll te dermatologu për ta parë, për të larguar atë merakun tënd, është mirë ta bësh. Faleminderit. Faleminderit juve gjithashtu. Mirë, në momentin do me thënë që detektohet që një beng, një një këso lloj ndryshimi është melanom, do me thënë duhet bërë heqja e saj nga profesionistët. A i bie tu që gjithçka ka përfundu, apo mund të jetë ndonjëherë pak vonë? Si është ecuria tutje në përgjithësi? Në momentin që çdo material hiqet, çohet për histopatologji, pra duhet të presim rezultatin e biopsisë. Dhe në varësi të shkallës thellësisë së dëmtimit, pra të këtij nevusi, të këtij nishani, pra në cilën shkallë, në cilën shtresa të lëkurës ka mbritur, bëhet dhe klasifikimi dhe stadifikimi. Në momentin që ajo është në stadiet e parë dhe të dytë, është një stadij i hershëm dhe përfundon me kirurgjinë. Por nëse kemi pra thellësi më të madhe sipas klasifikimeve tona mjekësore, atëherë
pacienti duhet i nështrohet dhe disa ekzaminimeve radiologjike. Një CT total body ose MRI total body apo dhe PET-CT-ja, e cila është modaliteti sot më i kërkuar sidomos për vlerësimin e melanomës, sepse ajo mund të ketë dhënë vatra në nyje limfatike apo dhe në organe, siç tham. Dhe PET-i e detekton më së miri. Prandaj në stadiet e avancuara ne kemi të obligueshme ta kërkojmë këtë ekzaminim diagnostik. Dhe për të parë nëse kemi metastaza apo jo. Dhe zakonisht, sipas protokolleve tona, prej stadit 3-4 rekomandohet trajtimi më tej sistemik, që do të thotë trajtimi sot për fatin e mirë në melanom ka evoluar shumë shkenca. Dhe studimet më të para që janë bërë për imunoterapin dhe në botë janë bërë pikërisht për melanomën. I pari preparat imunoterapik është zbuluar në pacient që vuajnë nga melanoma. Kjo është fat. Dhe fati tjetër është edhe në vendin tonë, Kosovë, melanoma është një ndër patologjitë e mbuluar më së miri me terapi, me imunoterapi dhe target terapi të mençur. Ka prognozë mirë përgjithsisht? Në stadiet avancuara, prognoza për fat keq nuk është e mirë, po në rast se kemi mutacionet. Një nga ato mutacionet është një gjen që është brafi, i cili është gjeni qelës, le të themi, që kontrollon proliferimin dhe riprodhimin e këtyre melanociteve. Dhe në 40-50% të pacientëve ky gjen është prezent, ky mutacion. Dhe për fatin e mirë, në momenti që ne kemi këto terapi të cilat e bllokojnë e inhibojnë këtë sinjal, atëherë edhe ecuria dhe ne kemi pacientë sot të cilët marrin prej vitesh këto terapi që janë braf inhibitorët në klinikën tonë dhe që sot janë le të themi gjallë dhe vazhdojnë të jetojnë. Dhe në momentin që nëse metastaza mund të shfaqet në një organ ose një nyje limfatike, nëse ajo është e heqme, pra mund të ndërhyet dhe aty me kirurgji, nëse është një solitare. Nëse janë shumë, sigurisht vetëm me terapi sistemike. Pra target terapia dhe kimioterapia tashmë është versioni i fundit në këtë rast, më përpara shkojmë pra me terapitë e mençura, kanë rritur mbijetesën e pacientëve me melanom që flasim në stadiet avancuara, sepse në stadin e hershëm kemi raste që vetëm me kirurgji dhe pacient i kemi sot që vazhdojnë jetën. Edhe një çështje tjetër, dikur njerëzit nuk janë kujdes shumë për lëkurën, janë ekspozuar më shumë rrezeve të diellit dhe shohim që nëpër trup kanë mbet ato pigmentet, domethënë si pika të shpeshta, që kanë ardhur si pasojë e djegjeve të cilat kanë vazhduar në ndër vitet që kanë ndodhur. A janë këto persona më të rrezikuar apo raste të cilat i keni e vreni se patjetër që dhe personat të cilët kanë qëndruar në diell për një kohë të gjatë, e thamë edhe më herët që ekspozimi diellor i pambrojtur me kremat mbrojtës është një faktor. Ndoshta jo për melanom, por për kanceret e tjera bazoqelizor dhe spinoqelizor kanë një predispozit më të madhe. Prandaj këshillohet që edhe moshat e vjetra dhe fëmijët t'i ruajmë sa më shumë në rrezet e diellit që janë të rrezikshme. Pra të vazhdojnë që të mbulohen dhe të jenë të kujdesshëm, sepse mund të ndodhë një transformim i këtyre qelizave në një kancer malign. Pra duhet jemi vërtet të kujdesshëm. Mund edhe të mos ndodhë, por probabiliteti që kjo ngjarje të ndodhë është i madh. Kështu që më rëndësi është me u kujdes. Po shohim edhe dikush tjetër na ka dërgu, doktoresh ndoshta e keni pak keq pozicionin. Po vetëm ta shikosh më pas. Po vetëm ta shikosh. Ndoshta më vetëm zvogloje Maxi se më mirë dukej kur ishte. Okej. Dhe thotë me pyet doktoreshën për këtë lyth, që thua mund me operu se më pengon shumë, e kam në kuk, thotë, në kokë ndoshta apo? Po. Kuk. Në kuk. Më duket mbi veshje, në kuk. Merita në kuk? Apo në kokë, dashur të thoje? Kuk ka thënë. Dhe më duket mbi veshje. Po duket që është një nevus në formë polipi që krijohen të tilla, është i hipopigmentuar, nuk duket që është nga këto nevuse të rrezikshme, por patjetër shlirë mund ta heqi. Domethënë është një procedurë kirurgjikale e lehtë dhe në këtë mënyrë ajo nuk mund të edhe ndihet më lirshëm dhe nuk e pengon.
Patjetër. Mund t'i nështrohet kirurgjisë, jo. Edhe nuk rrezikon që ta gjakosi ose ta dëmtoj që sepse është edhe që më keq. nëse këto qitjet jashtë këtyre bengave apo lythave, nëse i lëndon komas kohë dhe këto mund të transformohen pastaj, të transformohen. Se çdo dëmtim, çdo ndërhyrje e rrit predispositën. Prandaj që është më mirë të largohet në këto përmase që ka shkuar. E shlirë, zonjë. Një pyetje kështu të kamotshme që shpeshherë diskutojmë është si janë mbush mendjen shqiptarëve, sidomos prindërve që nuk është e thënë të të marrësh rrezë dielli e të digjesh, se më pas shkaktohen edhe këto probleme që po flasim. Unë besoj që tani janë vetëdijsuar pak më shumë. Kemi një vetëdijsim të popullatës që të mbrohet nga rrezet e diellit. Ne vërem kur shkojmë në plazh që të gjithë pak a shumë janë të kujdesshëm, por nuk do të rekomandoja sepse një pjesë shoh që direkt lyen me vaj. Po. Me vaj për të nxirr më shpejt. Do të thoja që të lyhen njëherë me kremin mbrojtës, pa diskutim, dhe më pas dhe kremi nuk vendoset vetëm një herë, po duhet nëse çdo 2-3 orë ta riaplikosh kur je në det. Edhe vajin mund ta vendosësh më vonë patjetër nëse ke dëshirë. Jo në mbrëmje ditë, por pas disa ditësh kur merr ngjyrën. Po, kur merr ngjyrën. Nga fundi. Po, jo në fillim në ditët e para, pra pasi. Se piqesh pastaj. Piqesh e digjesh. Mirë, jemi në fund të këshilla juaj më e rëndësishme për të gjithë. Posaçërisht për ata që janë më të rrezikuar. Së pari të marrin pra masat mbrojtëse. Mos të harrojnë të dalin nga shtëpia pa vendosur kremin mbrojtës, apo kapelat, apo çfarë do lloj dhe të mbulohen gjatë pikut të rrezatimit diellor. Të jenë të vëmendshëm ndaj bengave nevusëve që ata kanë në trupin e tyre. Pra të bëjnë një vetë kontroll para pasqyrës dhe të shkojnë të paktën një herë në vit për këta popullat që janë më të rrezikuar te mjeku dermatolog që t'i rishikojnë pra dhe të jenë në vëmendjen e tyre, sepse diagnostikimi i hershëm i melanomës shpëton jetë. Ky është dhe mesazhi im kryesor. Mirë. Faleminderit atëherë, po besojmë që të gjitha këto biseda, këto emisione të cilat bën shërbejnë për të gjitha ata të cilët kanë probleme, ndonjëherë neglizhojnë nga friga, por të mos neglizhojnë sepse sa më herët është më mirë për mbrojtjen dhe ruajtjen e shëndetit të tyre. Do të dëgjojmë pak muzikë. Patjetër, punë të Herë ju mbarë. falenderoj shumë për gjithë punën që bëni për të vetëdijsuar popullatën. Faleminderit.